Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrën e trash me këto 3 përbërës dhe nuk do të vuani më kurrë nga Caps Lock. Zorra e trash është organi përgjegjës për eliminimin e të gjitha mbeturinave që trupi nuk ka nevojë. Pra, mbajtja e zorrës së trash sa më të shëndetshme është shumë e rëndësishme në mënyrë që të funksionojë normalisht në nxjerrjen jashtë të toksinave. Nëse funksionimi i zorrës së trash nuk është në kushte optimale, mund të grumbullohen toksina të dëmshme të cilat munden që të shkaktojnë probleme në traktin e tretjes si Caps Lock, sindromi i zorrëve të irrituara si edhe probleme të tjera me tretjen. Për ta mbajtur zorrën e trash të pastër nga toksinat dhe për të lehtësuar problemet e tretjes nevojitet një detoksifikim i saj që fare lehtë mund të bëhet edhe në shtëpi. Mjafton të pini këtë lëng detoksifikues. Përbërësit janë gjysmë filxhani me lëng molle, 2 lugë gjelle lëng limoni, 1 lugë çaj lëng xhenxhefili, 1/2 lugë çaj krip, 1/2 filxhan ujë të nxehtë. Përgatitja: hidheni ujë në një enë dhe vendoseni atë në zjarr që të vlojë. Largojeni më pas nga zjarri dhe hidheni atë në një gotë. Shtoni në të kripën dhe përzieni. Më pas, hidhni lëngun e mollës, xhenxhefilin dhe lëngun e mollës dhe përzieni të gjithë përbërësit mirë. Përdoreni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomakun bosh, në mesditë para vaktit të ngrënies dhe sërish në mesditë kur ka kaluar pak nga koha që keni marrë dozën e dytë. Bëjeni këtë për një ditë ose për një javë. Mos e përdorni këtë lëng në qoftë se jeni me diabet. Konsultoni me mjekun nëse jeni shtatzan, vuani nga ndonjë sëmundje ose jeni alergjik ndaj përdorimit të ilaçeve. Këtu do t'ju prezantoj me pijen me kefir, e cila pastron zorrët tuaja sa hapen mbyll syt. Ky ilaç është i njohur për shërimin e shumë sëmundjeve për të pastruar mukusin e zorrëve dhe parazitëve të tjerë. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e sistemit tretës dhe ndërshjetësimet. Më të zakonshme janë sindroma e zorrëve të irrituara, Caps Lock kronik dhe dëmtimi i zorrës që rrit, infeksionet të gjakut për shkak se toksina dhe bakteret të këqija kalojnë në qarkullimin e gjakut. Nëpër zorrët tona kalojnë rreth 100 ton ushqim dhe 40 ml lëngje, gjatje gjatësisë mesatare prej 70 vitesh. Stomaku përpunon ushqimet, por mbetjet toksike që helmojnë gjakun dhe trupin shkaktojnë dëme të pariparueshme. Me ndihmën e një klizme mund të pastrohet vetëm një pjesë e vogël e zorrës së trash, që është 40 deri në 50 cm. Ky është ilaçi i cili do t'ju ndihmojë edhe nëse ju keni gastrit, kolit, ulçëra të stomakut dhe sëmundje të traktit urinar, mbi peshë dhe metabolizëm të dëmtuar. Në mëngjes konsumoni këtë përzierje për 3 javë. Javën e parë ju duhet që të merrni 1 lugë gjelle fara liri të bluara përzier me 100 ml kefir. Javën e dytë 2 lugë fara liri të bluara përzier me 100 ml kefir. Javën e tretë 3 lugë të bluara me fara liri e përzier me 150 ml kefir dhe duhet në mënyrë të detyrueshme të pini nga 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Ju mund të praktikoni pastrimin e zorrëve në këtë mënyrë për çdo vit. Në Shtetet e Bashkuara pastrimi i zorrës së trash u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe ushqime të tjera mund të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe helmeve në trup. Këto toksina munden të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulët. Kur vendosni të konsumoni perime dhe fruta është thelbësore të zgjidhni ato të cilat janë të larta me fibra dhe të pasura në lëndë ushqyese.
Mollët janë të larta në fibra të tretshme dhe ju ndihmojnë për të ndjerë më të ngopur më gjatë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra që eliminojnë kapslokun. Farat e lirit janë të mira për pastrimin e zorrës të trashë. Ato gjithashtu janë të pasura me fibra të cilat përmirësojnë edhe thithjen e ushqyesve nga zorrët. Farat e lirit do t'ju ndihmojnë ju që të zvogëloni gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të zorrës të trashë dhe gjithashtu edhe të mbroni zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe përveç kësaj janë edhe një recetë mrekullueshme të cilat do t'ju mundësojnë ju pastrimin më efektiv të zorrës së trashë nga toksinat. Përbërësit janë një mollë, një lugë mjaltë, një lugë çaj fara chia, një lugë çaj fara liri dhe ujë një filxhan. Metoda e përgatitjes: së pari përzieni të gjithë këta përbërës së bashku përveç farave chia, pastaj vendoseni përzierjen në një gotë dhe aty hidhni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur ju hani ushqime të pasura me fibra të tilla si molla, është e rëndësishme që të pini shumë ujë. Gjithashtu, vëmendje duhet të keni nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton reakcion, pasi duhet të konsultoni me mjekun para përdorimit. Për funksionimin e duhur të sistemit të tretjes zorrë duhet që të zbrazen rregullisht çdo ditë. Shpesh ndodh që njerëzit të shkojnë në tualet vetëm disa herë gjatë gjithë javës. Ne nuk duhet ta konsiderojmë këtë situatë si normale. Ndoshta është kapslok. Termi kapslok gjithashtu përdoret për të përshkruar situatën kur zorra juaj e trashë nuk mund të zbrazet edhe pse ekziston nevoja për të zbrazur. Kapsloku është zakonisht një problem i zgjidhur lehtësisht, por nëse nuk trajtohet mund të shndërrohet në një gjendje kronike e cila në planin afatgjat mund të ketë pasoja më të rënda. Përbërësit janë: në 6 orë ju do të zbrazni zorrësin në rrjedhën e ujit të fortë, pasi vaji i ricinit është një laksativ natyral i cili përdoret më shpesh në kohët e shkuara për shkak se në treg nuk ishte produkte të tjera dhe fatkeqësisht sot, fal teknologjisë avancuar dhe ilaçeve të dala në treg, këto receta popullore po anashkalohen. Por kjo pije forcon edhe imunitetin. Zbrazja e zorrëve është një proces shumë i rëndësishëm i cili eliminon mbeturinat të grumbulluara dhe pikat nga trupi, gjë që ka një rëndësi të veçantë për parandalimin e sëmundjeve dhe ruajtjen e shëndetit të mirë. Pra ju duhet një filxhan lëng portokalli të shtrydhur dhe një lugë gjelle vaj ricini. Për të përgatitur këtë pije është e rëndësishme të përdorni lëng portokalli të sapo shtrydhur. Lëngjet e blera përmbajnë një sasi të madhe sheqeri dhe shumë pak fibra, kështu që pija do të ketë një efekt të dobët. Pasi ju të keni shtrydhur lëngun e portokallit, shtoni një lugë gjelle vaj ricini dhe përzieni. Më pas, rekomandohet që pija e përgatitur në këtë mënyrë të pihet një herë në ditë në stomakun bosh. Zbrazja e zorrëve do të ndodhë pas 6 deri në 12 orësh dhe për këtë arsye ju duhet të qëndroni në shtëpi në mënyrë që të jeni të përgatitur për të pastruar zorrën e trashë. Gjithmonë mundohuni të përfshini ushqime sa më të larta në fibër nëse vuani nga problemet me kapslokun. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit. Në qoftë se gjendja juaj është kronike, me patjetër duhet të lini një takim me mjekun tuaj.